Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dua ta nis fillimisht me vizitën e von der Leyen në rajon, ashtu si kundër edhe në Prishtinë. Besoj e keni ndjekur edhe zhvillimet apo deklaratat e saj në qëndrimet e bëra në Prishtinë. Çfarë ka kërkuar apo ka thënë dhe në këndvështrimin tuaj çfarë sinjalizoi vizita e shefes së BE-s? Më thënë të drejtën, është një periudhë gjatë kohore kur në Kosovë nuk kemi vizita të zyrtarëve europianë e amerikanë. Dhe këtë fillimisht duhet ta shohim si pozitive, ndërsa për kritikat dhe të dhënat e tyre duhet pranuar se jemi vetë fajtor pasi kemi kaluar një periudhë të gjatë kohore me një qeveri teknike, me një qeveri në detyrë, pra nuk kemi arritur të krijojmë institucione dhe në bazë të institucione pastaj edhe të veprohet të punohet. Ndoshta një qasje më pozitive për të gjithë rajonin, zonja e kishte në vizitën e saj që e kishte bërë edhe në Malin e Zi, ndërsa Kosovës i duhet shumë punë për të shpresuar se një ditë do t'i hapën dyrë dhe të jetë si vend kandidat për të pranuar në Bashkimin Evropian, e nuk po flasim ende për periudhën se kur do të arrijë që Kosova edhe të fillojë bisedimet për një gjë të tillë, pasi na presin shumë punë, pra duhet bërë detyrat e shtëpisë në një farë mënyre. Gjë të cilën në periudhën e fundit është se kemi ngjitur dhe jemi duke ngjitur shumë, por një gjë nuk duhet harruar se përveç këtyre Kosova është edhe nën sanksione, pra në periudhë të gjatë pikërisht nga Bashkimi Evropian dhe sikur nuk kemi qenë të vetëdijshëm për t'ju futur detyrimeve tona që të ikim nga këto sanksione që nuk është e lehtë fare pasi për largimin e sanksioneve disa vende, por të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë drejtën e vetos, e kemi disa vende aty që nuk e dëshirojnë Kosovën në mes të tyre, pra janë vende mos njohëse të Republikës së Kosovës, dhe pikërisht është kjo arsye që ndoshta Kosova dhe politika kosovare në tërësi duhet të jetë e kujdesshme që të mos shkojnë drejt dënimet, pasi që dënimet merren në unanimitet, ndërsa kur vjen çështja për largimin e këtyre dënimeve, pjesa që nuk e njeh Kosovën nuk është e gatshme të ngrijë dorën për të liruar Kosovën nga sanksionet dhe problematikat e Dhe në kuadër të vizitës von der Leyen ka pas një reagim të ashpër nga emisari i presidentit amerikan për misionet veçanta në botë, Richard Grenell, ku ka reaguar duke përfshirë Kosovën në një postim në rrjetin e tij social, ka shkruar se von der Leyen dhe Komisioni Evropian ka heshtur, ndërsa Jack Smith ka arrestuar presidentin Hashim Thaçi. Një deklarat e gjatë në fakt për ta thënë në këto momente, duke aderuar në një farë forme, pikërisht edhe një çështje të rëndësishme për Kosovën, sikundër tashmë e dim gjyqi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Keni një koment në lidhje me këtë? E përmenda Grenell, jo vetëm nga reagimi i tij dhënë për këtë vizitë të von der Leyen, por duke pasur parasysh se sa shumë është atenuar emri i tij edhe në marrëdhëniet me Kosovën apo reagimet që janë bërë shpeshherë nëse do të ishte pikërisht i dërguar i Donald Trump kësaj here edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Po, a do të jetë i dërguar i tij apo jo një çështje tjetër? Jo, nuk po, pra ndoshta se kuptuat. Ka qenë një nga temat që është komentuar shumë kur Donald Trump mori detyrën. Po pra, nuk është pyetja për këtë, pyetja është në lidhje me një koment për reagimin që ka bërë ndaj vizitës von der Leyen. Është qartë, mirë po çka desha të them, në këtë desha të ndalidhi me gjithatë periudhën kur Grenelli ishte një mik i mirë i Kosovës, një mik i mirë i ish-udhëheqësve politik të Kosovës në atë kohë, e kryesisht i ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili ka pasur marrëdhënie të mira me të, dhe në një farë mënyre Grenelli njihet edhe si kumbar i një marrëveshje që për fatin e mirë të Kosovës nuk është realizuar, pra dhe ndoshta ka qenë njëri nga lobusit më të mëdhaj për të arritur një marrëveshje për shkëmbim territorësh të Kosovës dhe në mes të Kosovës dhe Serbisë, apo edhe ndarjen e Kosovës, me thënë më shkurt, dhe duke qenë i ri në diplomaci, pra duke mos pasur një përvojë të gjatë apo edhe një sukses i cilin e ka përcjellë zoti Grenell, e kapi këtë rast në mënyrë që të vëhet emri i tij si njëri nga ndërmjetësuesit apo ndoshta edhe sponsorizuesit e gjithë asaj marrëveshje, dhe duke ngritur
nivelin, duke ngritur emrin e tij në arenën ndërkombëtare si diplomat. Mirë, po pikërisht është ajo gjykata speciale që kishte ngritur kohë më parë akuzën kundrejt ish udhëheqësve dhe në atë periudhë u arrestua edhe ish presidenti dhe thua se ky arrestim e bëri të pamundër atë marrëveshje e cila uroi të jetë larguar tërësisht nga Tovolina dhe të mos vi asnjëherë në një diskutim në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kjo e bëri atë që të ngre akuzat e tilla dhe të reagojë dhe nuk është reagimi i tij, por reagimet e tij janë të shpeshta dhe në çdo rast kur flitet për këtë çështje ai gjithmonë është në mbrojtje të krerëve të ushtrisë lirimtare që e vlerësoj shumë, pasi që ata janë duke mbajtur padrejtësisht të kanë kaluar 5 vite dhe ende nuk kemi një verdikt final të asaj gjykate për ata djem që urojnë që brenda këtij viti, pra sipas asaj që po shihet dhe sipas rrjedhës së ngjarjeve brenda gjykatës, pritet që deri në fund të dhjetorit ose të fillim vitit tjetër të kemi edhe verdiktin final i cili me shumë gjasa do t'i liroj ata që t'i kthehen Kosovës, t'i kthehen familjeve të tyre, t'i kthehen shtëpive të tyre, dhe është pikërisht është kjo çësia e tij, pastaj edhe marrëdhëniet jo shumë të mira që ai kishte me subjektin kryesor politik me lëvizjen vetëvendosje, për të që nuk ekzistojnë marrëdhënie fare në mes të Kosovës dhe Grenelit apo përfaqësuesve amerikan, pasi ne kemi parë shumë mirë që sa kohë nuk kemi asnjë vizitë zyrtare nga amerikanët në Kosovë, apo edhe nga qeveritarët tanë në Kosovë, kishim një vizitë të Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm sa për të shërrullatur korridorët të Këshillit të OKB-s, por pa arritur asnjë takim të rëndësishëm me zyrtar amerikan. Meqense ju e përmendët edhe gjyqin e ish-krerëve të UÇK-s në Hag, tashmë e dim nesër në Tiranë do të mbahet protesta pas Prishtinës dhe ajo e Hagës, protesta që do të zhvillohet në Tiranë, është përcjell në fakt edhe ditën e sotme politikisht, duhet thënë, në një reagim që vjen dhe nga organizata në cilën do të organizohet pikërisht kjo protestë e quajtur si e politizuar me deklarata të ardhura nga lëvizja vetëvendosje dhe mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Si e keni parë? Po mu së pari më vjesh shumë keq që protestat e tilla, ngjarjet e tilla, që do të duhet të ishin ngjarje që do të na bashkonin të gjithëve kundër një padrejtësie të madhe që është duke u bërë nga disa eksponent politik, kryesisht në Kosovë, po shfrytëzohet politikisht dhe për fatin e keq po çon mesazhe përçarëse në mes të popullit shqiptar. Dhe kjo është gjëja më e keqe që mund ta bëjnë politikanët shqiptar kudo qoftë si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Reagimi i lëvizjes vetëvendosje mu duk shumë i pavend, shumë i pamotur dhe i panevojshëm pikërisht në këtë kohë, pasi që ne e dim shumë mirë se një protestë të tillë kishim para në periudhën e verës kishim në Prishtinë, një protestë shumë e madhe është bërë edhe në Hagë, do të kemi edhe një marshim të me motocikleta nga Kosova deri në Hagë, nesër do të jetë protesta që do bëhet në Prishtinë, dhe protestë e cila pritet të ketë një numër shumë të lartë, ndoshta do të jetë njëra nga protestat më të mëdha që është bërë në shtetin e Tiranës një herë. Dhe të gjithë shqiptarët, pa dallim politike, duhet të jenë në pjesë e kësaj proteste të madhe, e cila po bëhet për të kërkuar drejtësi për ushtrinë qëllimtar të Kosovës, për djemt të cilët u sakrifikuan në momentet më të vështira të saj. Mirë, Zoj Veliu, ju rikthehemi zhvillimeve politike, një javë e ngarkuar duhet thënë politikisht për Kosovën, pas zgjedhjeve lokale me rëndësinë e saj. Dua një koment në ndarjen që është bërë tashmë në fazën e parë dhe në raundin e dytë që do të jetë në nëntor. E pritshme të kishim rezultate të tilla pa pasur fitues apo humbës, ndoshta edhe nga vetë mënyra se si zgjedhjet lokale zhvillohen në Kosovë. Po, sipas mbarimit të zgjedhjeve dhe fillimit numërimit të votave në Komisionin Qendror Zgjedhor, patëm dalje publike të subjekteve politike të cilat
të gjitha shpallën fitoren të secilin në format e tyre. Mirë, po sido që të jetë një fitore përfundimtare mund të shpallet vetëm kur të kemi një rezultat që do të mbyllet me nëntor, pra kur do të kemi përfundimin e balotazhit dhe atë ditë do të shihet qartë. Kësaj radhe Lëvizja Vetëvendosje mori në rundin e parë mori 3 komunat që ka udhëhequr për 4 vitet e kaluara, ndërsa nga komunat kryesore në vend është vetëm komuna e Ferizaj që do drejtohet sërish do Partia Demokratike. Pra, po flasim për qytetet e mëdha, është vetëm Ferizaj që ka arritur të marrë mandatin pa një balotazh. Ndërsa në balotazh do të kemi Prishtinën, Prizrenin, Gjakovën, Mitrovicën, pra po flasim gjithmonë për qendrat më të mëdha, qendrat kryesore, duke mos anashkaluar ato më të vogla, të cilat e kanë rëndësinë e tyre. Do të jetë një betejë e ashpër që do të vazhdoj pra në nëntor të këtij viti, ndërsa në rang asambleistësh mund të them gjerisht se pas numërimit të votave, po flasim në këtë rast për qytetin e Prishtinës, pasi njëhet si hambari më i madh i votave në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje atu ka psuar një humbje të madhe dhe ka kaluar nga subjekti i parë që ishte për 12 vite me radhë, tani është subjekti i tretë politik. Domethënë edhe Partia Demokratike e ka kaluar Vetëvendosjen në Prishtinë, që njëhet se Partia Demokratike asnjëherë nuk ka pasur numër të madh të votave në kryeqytet. Ndërsa subjekte tjera politike kanë marrur disa komuna të vogla si Partia Demokratike, ashtu edhe Lidhja Demokratike, mirë po që të dyja pra janë fuqishëm në balotazh së bashku me Vetëvendosjen, e cila kryeson me 9 komuna të tjera, ndërsa për mos thënë një gjë tjetër duhet pranuar se fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve është Lista Serbe, e cila ka arritur të marrë 9 komuna në mandatin e parë dhe në komunën e 10 në Klokot është udhëheqëse e... Kjo s'është një surprizë, se kështu ka qenë dhe në vitin 2021. Është fakt se ashtu ka qenë në vitin 2021 dhe kjo një herë dëshmon shumë mirë se ne si institucione në Kosovë kemi punuar dhe vepruar shumë pak për të dhënë hapësirë një pjesë të mirë të serbëve që tani më kanë pranuar realitetin, kanë pranuar Republikën e Kosovës dhe janë të gatshëm të jetojnë e punojnë në Kosovë, duke është dhënë hapësirë e mjaftueshme që ata të jenë pjesë e subjekteve apo të keni subjekt i cili njeh realitetin në Kosovë dhe si tillë të mbështesin në mënyrë që të kemi përfaqësimin e denj edhe në kuvendin e Kosovës. Dua të ndalemi pak edhe tek pjesa tjetër, ndoshta që ne kemi folur kaq gjatë prej muajsh, sikundur është formimi i qeverisë re. Tashmë ne e dim që jemi në një numërim më mbrapsht, duhet thënë, dhe 10 ditë të mbetura për Albin Kurtin, nëse do ta formojë qeverinë, apo do t'jetë kështu mundësia e dytë që ne e dim në një farforme çfarë ndodh, do të shkojnë në zgjedhje apo jo vendi. E shihni të mundur që këto ditë do t'jenë ndoshta vendimtare dhe në një farforme nga zoti Kurti do të vijë një koalicion qeverisës? Po, është fakt se kemi filluar në numërimin mbrapsht, pra që nga momenti kur presidentja ka nominuar zotin Kurti për kryeministër të Kosovës, janë 15 ditë afat brenda të cilave zoti Kurti duhet të krijojë shumicë prej 61 votash, mirë po një gjë duhet harruar se pas mbarimit të mbledhjes së kuvendit kur është zgjedhur zoti Rashid në kryetari 5 i kuvendit, lista serbe sërish është ankuar në gjykatën kushtetuese dhe shumë ka mundësi që gjykata kushtetuese ta rikthejë edhe një herë dhe të mos e njeh si të konstituuar parlamentin. Atëherë do të krijon problematika të reja. Pra presim këto ditë, se ne pam që nga momenti kur lista serbe bëri të njëjtën gjë më herët, reagoi kushtetuesja duke e risjellë dhe një herë këtë lehtësim që tashmë ne e kemi. Pra me këtë qëndrim të listës serbe të paralajmëruar më herët se do tangojnë në kushtetuese për herë të dytë për të mos e njohur pikërisht Nenad Rashi si nënkryetar që vjen nga pakica serbe. Mendoni se presim edhe kushtetuesen këto ditë pa e kaluar afatin e Albin Kurtit për të pasur
qeverin? Unë mendoj se afatet janë rrjedhëse dhe ato janë duke më numëruar mbrapsht. Zoti Kurti është i detyruar që brenda këtyre 15 vite të paraqet kabinetin, të paraqet programin qeverisës dhe në fund të ditës të ketë edhe një 61 deputet. Në bazë të numrave që kemi në kuvend, deri më tani që nuk është një marrëveshje politike apo koalicion, nuk e kemi në të dëgjuar apo të arritur, nuk i ka votat e mjaftueshme. Mirë po kohëve të fundit janë duke qarkulluar zëra se është duke përgatitur një koalicion i lëvizjes vetëvendosje me lidhje demokratike të Kosovës, gjë e cila do t'ja bënte të mundur Zoti Kurti që të jetë edhe për një mandat të ardhshëm kryeministër. Zëra që nuk janë zyrtar, pra vetëm që po flitet, por deri më tani nuk është se kemi diçka konkrete. Dhe aty kishte një tentativë edhe me Partinë Social-Demokratike, me nismën social-demokratike, të cilët e kishin një kërkesë pra që të shkarkohet kryetari i kuvendit në mënyrë që pa shkarkimin e tij ata nuk do të jenë pjesë e një koalicioni me lëvizje vetëvendosje, dhe me sa shihet një gjë e tillë është e pamundur, dhe do të krijohet qeveri vetëm nëse ka marrëveshje në mes të lidhjes demokratike dhe lëvizjes vetëvendosje. Nëse jo, atëherë mandati i Kurtit do të kalojë dhe presidenti do të jetë detyruar që të nominoj kandidatin e dytë në këtë rast nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe sipas të gjitha gjasa, nëse një koalicion i tillë nuk arrihet, Kosova do të shkojë në zgjedhje në muajin dhjetor të këtij viti. Pra, se pas përfundimit të këtyre mandateve, zgjedhjet duhet të caktohen brenda 45 ditësh dhe e gjithë kjo periudhë mund ta çojë më së largu 20 dhjetorin e këtij viti. Pra, duhet gjithçka të mbyllet brenda këtij viti. Mbetet të shohim dhe të presim se çfarë reagimi do kemi nga subjektet politike, duke filluar nga e para lëvizja vetëvendosje e pastaj edhe të tjerët partnerët potencial për koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Po, por nëse kjo ankesë e listës serbe do të shqyrtohet nga kushtetuesja njëjtë si kur ndodhi edhe herën e kaluar në cilën u vendos ai afat për të pasur sërish zgjedhjen e nënkryetarit serb, a lidhet detyrimisht me një shkelje që shihet edhe nga vetë presidentja Osmani në cilën e ka mandatuar zotin Kurti? Dhe a duhet ketë ndoshta një sqarim që vjen nga kushtetuesja? Në kaq hollësi nuk është se e kam studiuar kushtetutën dhe nuk mund ta them një gjë të saktë, dhe për këtë arsye nuk duhet të prononcohem për diçka që nuk jam i saktë. Mirë po, si do që të jetë, unë mendoj se subjektet politike brenda tyre kanë juristët me të cilët i diskutojnë gjërat e tilla dhe marrin vendime të tilla. Se përndryshe në rundin e mëhershëm Lidhja Demokratike e Kosovës nuk votoi kandidatin Rashić, ndërsa kësaj here ata votuan dhe kur u pyetën pse kanë votuar, ata thanë se pam diçka në vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese që i lejon zotit Rashić të jetë nënkryetari 5 i kuvendit të Kosovës. Sido që të jetë, duhet pritur si vendimin e kushtetuesës ashtu edhe afatet ligjore që tani janë në rrjedhje e sipër. Qartë, Zoti Veli, unë ju falenderoj shumë që ju bashkuat bisedës, si gjithmonë është kënaqësi të kemi në hapësirën për shqiptarët në këtë analizë tuaj. Faleminderit, kënaqësia është ime.